I nderuar Hoxhë, Ahmet Kalaja do ju bëja një pyetje në lidhje me një fjalë që është me sa di legjislacioni islam, sheriat. Ka një konotacion që shumë njerëz e shikojnë si diçka të frikshme. Çfarë është sheriati? Sheria ose sheriati është ligji islamik. Ashtu siç edhe çdo sistem, çdo qeveri ka një ligj mbi cilin funksionon dhe mbi cilin ngrihet, edhe shteti islam, pra i cili ngrihet mbi bazat e besimit, ka një ligj mbi cilin funksionon, si të gjithë ligjet e tjera. Po vetëm se ka një dallim që ne e shohim domethënë tek ligji i sheriatit, është se ligji i sheriatit domethënë nuk ka nevojë ta amendohet, nuk ka nevojë të ndryshohet, nuk ka nevojë prit se këtu që e ka i gabim, nuk e kemi parashikuar ashtu siç duhet, nuk i përshtatet kohës, e kemi marrë nga një kushtetutë tjetër, nuk e kemi adoptuar ashtu siç duhet. Ligji që është kushtetuta e Islamit ose sheria është e ardhur prej Zotit dhe është ajo që tha dhe zotnia avokat më përpara, është e përshtatshme dhe e përputhur plotësisht me natyrën e njeriu. Kështu që nuk është nevoja tani për shembull mbas 1500 vjetësh që themi prit se në sheria kjo çështje nuk shkon apo se si është puna, absolutisht. Vetë sheria, pra ligji i Zotit, i ka parashikuar të gjitha situatat, të gjitha rrethanat dhe të gjitha kohrat. Kjo mund duket si utopi, mund duket si çudi e madhe, tabu. Mirë, po faktikisht, nëse do të lexojmë se çfarë thonë perëndimorët dhe shkencëtarët e fushës së jurisdiksionit në lidhje me sheriatin, pra ligjin islamik, domethënë, kjo është plotësisht e vërtetë dhe plotësisht e besueshme. Për shembull, më kujtohet thënia e ministrit të jashtëm irlandez, i cili prezantoi pikërisht në një seminar të tillë dhe tha, ju muslimanë, tha, keni shumë faj mbi veten tuaj sepse nuk po i paraqisni botës se çfarë faktikisht është sheria, sepse dikush kujton se sheria është thjesht një gurzim apo thjesht një ekzekutim i vrasësit. Absolutisht, sheria është shumë i gjerë. Sheria fillon në raportet e njeriut, siç e thash me Zotin, në raportet e njeriut me njerëzit. Duhet të jesh i mirë dhe i drejtë me Zotin, duhet të jesh i mirë dhe i drejtë me njerëzit. Ai i cili bën padrejti ndëshkohet. Dhe normalisht sheria nuk i jep askujt përparësi përballë ligjit, dhe të gjithë janë barabartë para ligjit.